Dita miq, se erdhët përsëri në EATN. Jemi në pjesën e dytë të programit, do të vijojmë edhe tani me disa momente shumë të këndshme që do t'u servirim ju, për ta bërë paraditën tuaj të ëmbël, sepse sot flitet ka përshtypjen kudo për baklavan edhe për kadaifin, por ne në programin ton sot kemi vendosur të vim ndryshe, sepse kush ka thënë që akulloret nuk konsumohen edhe në dimër. E vërtet, sidomos në dimër, ato të shijojnë më shumë dhe të ndihmojnë edhe për pjesën e dhimbjeve të fytit. E vërtet është e kam dëgjuar. Po, kështu që ka shumë efekte pozitive, por nuk do të jemi vetëm te akulloret, se akulloria që mos të të vrasin ndërgjegja duhet ta tresësh. E vërtet është. Më kupton, dhe për ta tretur yoga. Të duhet kry punë dhe nuk e vret mendjen fare pastaj për gjitha kaloritë që mund të kesh. Po, dhe pasi të përfundoj me jogën, vishesh bukur, del. Vret mendjen çfarë ngjyre duhet vesh e si duhet kombinohem. Dhe aty pastaj? Mirë, kështu kemi bërë edhe një përbledhje të gjithë asaj çfarë ju do ndiqni në pjesën e dytë të programit. Do të ndahemi tani, nuk ka pëlqen që ndahemi, po e mira është që gjithsecila shkojë për pak minuta në këndet e saj. Unë kam kënaqësinë që të kem Meri Hysin sot këtu, ajo është sipërmarrëse dhe siç e shihni, faleminderit, më lejo të komplimentoj për gjithë heshin dhe bukurinë që keni, dhe gjithashtu dhe Esta Papën që është bashkëpunëtore jona dhe vjen sot ulur shumë bukur këtu në këtë dyqanin ton të akullores, si ta quajmë, se doja ta shqipëroja. Se kemi bërë diçka shumë fine dhe shumë të vogël, për të krijuar një ambient pak luksoz, por edhe të këndshëm për fëmijët. Edhe të këndshëm. Mua do të më lejosh të ulem, të vi pranë jush edhe kështu zhvillim edhe një bisedë edhe për të kuptuar pak se çfarë kanë të veçanta këto akulloret tuaja. Po. Siç e thatë edhe ju, akulloria është diçka që mund ta përdorësh edhe në dimër, jo vetëm në verë. Do preferoja që mos i ndaloni fëmijët tuaj që ta shijonin akulloren në dimër, sepse akulloria jonë është shumë e veçantë. Akulloria jonë është një akullore me tradita që në 1922-shin. Është italiane, ne kemi firmën Fruktital që e prezantojmë, jemi distributor të saj në Itali, në Shqipëri, më fal. Dhe akulloria jonë është e veçantë sepse është pa sheqer të shtuar, pa laktozë dhe pa gluten. Ideja që neve hapëm këtë biznes... Pse zgjodhët që ta sillnit në Shqipëri, se ne zakonisht jemi mësuar të kërkojmë ato akullore tradicionale, ato akullore që kanë shumë qumër, që kanë edhe disi sheqer. Po. Nuk është se akulloria nuk është e ëmbël se është pa sheqer, thjesht është përdorur sheqer që nuk dëmton shëndetin. Duke parë që njerëzit kanë filluar të kërkojnë më shumë drejt gjërave bio, gjërave natyrale që mos jenë të dëmshme, sidomos mosha e tretë për diabetikët, personat e rinj që marrin pjesë që bëjnë aktivitet fizik, që nuk duan që të shëndoshen. Jemi më të kujdesshëm tani se sa në kohët e përparme dhe ne duam që të sjellim këtë akullore e cila ka të njëjtën shije, është shumë dhe më e mirë sepse është edhe më kremoze. Nuk është e ftohtë në atë grad që ty mund të dëmtoj fytin që për fëmijët, por është akullore pa laktozë, pa sheqer dhe pa gluten. Ja, si vin akulloret. Si vin akulloret me 31 dhjetor, me 31 dhjetor. Shumë faleminderit. Unë do ta sugjeroja akulloren sot në tavolinat tona, do e sugjeroj. Sigurisht, se është një gjë shumë e këndshme. Do ta provoni dhe do ta shijoni sepse ne prandaj kemi menduar që ta bëjmë këtu në skenë akulloren, për të treguar juve se sa e lehtë është për t'u prodhuar dhe se sa e shijshme është kur juve e provoni vetë. Do na jepni juve opinionin tuaj se si është. Po si më kishni pa e provuar në akulloret? Antoneta, unë të ftoj të vish nëse ti dëshiron, bashkë me Alban Mushën, ne kemi vend edhe për miq, e jona nëse do të na bashkohesh dhe të shijosh akulloren, pse jo, mund të vish këtu pranë meje edhe Merit, e heqim këtë lulen dhe siç ndodh zakonisht në restorante apo lokale ku shkojmë e vendosim këtu, duket po njësoj bukur. Faleminderit. Atëherë, bëni një miksim shijesh, lutem, ta bëjmë kështu, dyqan ke edhe kërkesa. Po normal, nuk quhet nëse nuk ka një klient që ka kërkesa specifike. Po lëviz për pak çaste për të kuptuar se çfarë ndodh këtu në banakun ku përgatitet akulloria. Cilat janë shijet që kemi sot? Kemi jogurt, boronicën edhe çokoladën fondente. Është, besoj, kjo me çokoladë mund të konsumohet, që është e mirë, nuk diskutohet, po mund të konsumohet, besoj nuk ka fare sheqer. Jo, absolutisht asnjëra nga shijet e ndryshme. Mirë. Cila është shija më e veçantë që ju keni? Kë do të veçoje ti, kë do të vlerësoje? Në fakt, shijen që bën vetë Meri me mente. Meri me mente? Po.
Do ma thuash pastaj pse ke zgjedhur me mente, po ja prit një herë të mbaroj punë këtu. Kemi edhe këtë aparaturën që nuk e di se cili është qëllimi i saj? Çfarë kryeni me të? është për të bërë si... Mund të flas unë për atë aparaturën? Më mirë, Po. më mirë. Mirë, po iki prapë, ke mirë. Më përzut, të marrë ndonjë gjë, t'ju ndihmoj. Jo, nuk është në Mirë. Atëherë po largohen, po ulen tek Miri, po ju vinë akulloret, Po, do i shijoni. Kjo ishte miksimi për mua. Ua, po kjo s'është miksuar. Ajo është akullorea me rush amerikan. Me rush amerikan, me qenë që nga rushja është rush çelek, rushi me erë që neve kemi pasur në Në kohë. qoftë se do dua tjetër do marr nga Esta. Do të provosh. Ne Ishte shumë e mirë, sidomos unë që jam një njeri Wow, që sa nuk e lezetshme. toleroj fare sheqerin në dietën time ushqimore, por shijova aq shumë. Faleminderit. Nga vetëm një lugë të vogël me që jemi dhe para kameras, po më vjen ta ha të tërën. Rush Të amerikan. komplekso më jesa nga kamerat, sa më e çtirët, Ja, haje. ja. Edhe ja, urdhro Antoneta. Miri, po thoshe pak më parë që shija me mente është një shije e veçantë, shije tejet sepse shumë persona e kuptojnë fjalën me mente si djegse në fyt. Por duke mentën bërë e kam akullore. krijuar me një shije mente me ngjyrën e lehtë të mentes, që nuk është aq e fortë, dhe është shumë delikate, dhe është diçka e veçantë për dikë që e dashuron menten, dhe për ata që nuk e duan menten dhe e ndjejnë si shije të bezdishme dhe të rëndë, ajo mund konsumohet shumë kollaj. sa lloje keni të kombinimeve apo të shijeve të Shijet akulloret? janë të pafundme, ne përpiqemi të marrim gjërat më të veçanta që fabrika jonë prodhon. Fabrika është shumë e madhe, ka gjithçka që e përgatit i bëjnë të detajuara, me certifikat, çdo gjë është e kontrolluar më së miri dhe kur vjen në dogan, të gjitha produktet janë cilësore, jo sepse neve tregtojmë të kësaj fabrike, por me të vërtet që është sepse italianët mbahen në Itali për prodhimin e akullores. Në Itali në rrim në radhë për të marrë një akullore të Unë mirë. do doja që tani Edhe të rrinë në radhë në Po, që Shqipëri. edhe kjo radhë Tek Ami Gjelati, ju ve gjeni akulloren italiane. Në Shqipëri. Megjithatë, si është pritur në këto muaj që ju e keni hapur si edhe e keni ndërmarrë si përmarrje? Ne jemi biznes i ri, jemi prej 6 muajsh në treg, po të them të drejtën, në fillim ishte shumë mirë si ecuri, sepse njerëzit kishin këtë kuriozitetin të provonin akulloren pa sheqer, sepse kujtojnë që pa sheqer dhe nuk është e ëmbël. Por akulloria është e ëmbël njësoj si ajo që kemi ngrënë deri tani, thjesht që nuk është e dëmshme me sheqerin. Po që kemi harruar rejonën pa Dhe akullore Albani apo po pret Urdhra. urdhra. Secila e ka mundin të testuar saj. Faleminderit. Tani, ta provojmë Miri për të shuar kureshtjen, për të shuar etjen, Me kënaqësi. për të provuar shijen. Ua, sa e mirë kjo e bardha, marka kosi. Po, ara kokosit është shumë natyrale. Vetëm unë kam mendjen të akulloria ime. Që nga shumë e mirë, që nga shumë e shishme. Jebi dhe i tjetë. Gëzuar. Gëzuar qofshi. Ndihet arra e Unë ndihem shumë kokosit. mirë që sot që është dhe dita e fundit e vitit ndodhem këtu për të promovuar Ami Gjelati, që është një akullor me të vërtet shumë e mirë për të gjithë. Tek fëmijët, tek moshat e treta, siç e thash, dhe tek ne që jemi një çik delikat me dietat. Që nga shumë e mirë vërtet edhe kuptohet cilësia dhe shija e mirë që ka, sepse vjen shumë kremoze dhe shkrihet. Kjo mbase është edhe, le të themi çelësi i suksesit apo Po. çfarë mund ta bëj ndryshe, pra ti Po, nuk e akulloria kupton është nëse po kremoze. konsumon një akullore, apo është një ëmbëlsirë në trajt kremi, po vërtet shumë e mirë dhe shumë e veçantë. Dhe mirë Dallon është shija? tekstura direkt, sa e provon, që ka një Ta provoj teksturë të ndryshme nga akulloret tradicionale që ndoshta ne jemi mësuar të provojmë vazhdimisht. Dhe për sa i përket sheqerit, edhe unë jam një person që nuk fare i konsumoj ëmbëlsirat, dhe duket që ka një lloj ëmbëlsie natyrale, siç është ajo e frutës. Po. Pra nuk vjen që të veli ose shumë e rëndë, po themi. Meri ju thatë që Dhe unë ishte... rushin e zi me erë, ose rushin qylek, që tradicionalisht që vjen nga Shkodra, kam rënë që ande, e kam grënë që fëmijë, dhe kjo më sjell shumë ato kujtimet e Domethënë fëmijërisë, të ishte them të fiks për të drejtën. gjetur Unë shijen e bukur. do ta ngatëroja me boronicën, por në fakt aroma e rushit ndihet dhe që ka vërtet Është shumë intense, shumë e mirë. Kjo është akulloria më e shitur e fabrikës. Vërtet është pëlqyer? Po. Çfarë mendoni që të sillni tani në sezonin e pranververës, sepse vjen shumë shpejt Po, edhe keni neve- menduar mbase edhe duke ju përshtatur ndoshta disi edhe kërkesave që tregu ynë ka, por edhe shijeve tona. Ne përpiqemi të sillim gjithmonë gjërat e veçanta, sepse unë jam pak i fiksuar me këtë gjë dhe kërkoj që të sjell risi në Shqipëri. Dhe do sjellim ëmbëlsirat semifredo, tortat semifredo të bëra me akullore. Shumë shpejt në shkurt ose në mars do të vi dhe një pasqyrë nga Italia që do na trajnoj dhe stafin. Dhe mendojmë që do bëjmë diçka të bukur. Pse është i rëndësishëm trajnimi i stafit në këtë fushë? Ju si përmarrëse flas. Po sepse ne duam gjithmonë që të jemi më të mirët
ose më mirë të themi ne nuk jemi më të mirët, por më të mirë se ne nuk ka. Mirë, shijet të tjera do të kemi? Sigurisht, shijet janë të pafundme. Ne frigoriferin ton që kemi në banakun e akulloreve, kemi 24 shije në dyqan, dhe ne gjithmonë i ndërrojmë, sepse nuk mund të lëmë gjithmonë të njëjtat shije, ne marrim gjithmonë furnizimet e reja që janë shijet e reja që dalin dhe në fabrik, dhe shijet janë pafund, janë 100 e disa shijet të tjera që neve nuk i mbajmë dot të gjitha, është shumë e vështirë zgjedhja. Shpesh thuhet që kur përgatiten akulloret, paktën akulloret që së fundmi kanë filluar të bëhen në të artizanale, thuhet që bëhen me fruta të ndryshme, me shije të ndryshme. Po, ne kemi të gjitha llojet e frutave. Dhe akulloret tona me fruta janë, siç është dhe arra e kokosit, janë me sheqer jo të shtuar, por kanë sheqerin natyral të frutës. Edhe ata që mbajnë dietë? Po, mund t'i konsumojmë pa frikë. Mos e vrisni mendjen fare, ju që thoni nuk ha akullore se mbaj dietë. Më në fund erdhi kjo mundësi dhe i keni këtë zgjedhje dhe vjen si një alternativë tani më edhe në Shqipëri, edhe në Tiranë, besoj. Ne për momentin jemi në Tiranë. Po, keni menduar që pastaj jemi dhe në Vlorë, kemi dërguar akulloret tona në Vlorë në një lokal. Dhe kjo është ideja jonë, që ne të zgjerohemi. Shumë bukur. Dhe së shpejti do marrim dhe një pikë tjetër afër qendrës. Sa mirë që do të shijojmë akullore të mira, akullore kremoze dhe të shijshme. Alban, si të duket se e mirë? Të pëlqeu ara e kokosit. Vërtet. Shumë kombinimi i bukur. Ka një gjë të bukur Antonieta Qpar që ham akullore edhe pastaj të shkojmë edhe të tresim akullore në një farë mënyre të mos na bëjë ndërgjegja. Njeri unë falenderoj shumë sot. Faleminderit për shoqërinë e mirë. Faleminderit që na ëmbëlsove në një farë mënyre disi më ndryshe dhe i sollëm edhe të gjithë teleshikuesve një alternativë se çfarë mund të konsumojnë se mbas edhe jemi të shik të velur nga baklavaja, se kemi kjo do t'ja heqi atë ëmbëlsirën që kemi nga baklavaja. Ham baklava, dëgjojmë për kadaifi, po pse jo, edhe akulloria është shumë e mirë dhe ndryshe, një ëmbëlsirë ndryshe. Vajza po përgatit një akullore. Nuk e di nëse kemi kohë, po jo të flas pak dhe për atë pajisje. Ajo është një pajisje që neve mund ta ta tregtojmë për ata që kanë interes, për baret, apo për restorantet, apo për hotelet që e përdorin pak akulloren, për ta shoqëruar me ndonjë ëmbëlsirë, apo diçka të vogël, ose mund të përdoret edhe në shtëpi për familjar. Domethënë nëse ti dëshiron ta bësh vetë akulloren, ajo brenda ka recetarion që ju të shpjegon se si mund ta përdorësh. Ose me akulloren tonë që është akoma dhe më thjeshtë. Kur zgjedhin që ta kenë në restorantet apo lokale të ndryshme, a e mban akulloren më të freskët, pra i jep më shumë siguri në këtë rast. Që prodhon akulloren. Po pra. Domethënë ti pastaj akulloren do ta vësh në frigorifer. Një akullore që vjen në çast, Po, është e freskët dhe ajo prodhon diku te 3 kg në një orë, domethënë është diçka e vogël. Neve kemi pajisjet tona profesionale në dyqan. Po jemi edhe më të sigurt për atë që konsumojmë. Sigurisht, është diçka e freskët që del shpejt në moment. Ndërkohë vendosen të gjithë përbërësit aty dhe përbërësit janë gati në një bustinë dhe neve e shtojmë vetëm ujin të ngrohtë se të ftohtësim mbas asaj që baza e akullores kërkon dhe pastaj futet në pajisje dhe ka procesin e saj për 20-25 minuta. 25 minuta. Mirë, ne mund ta vendosim në pajisje për 20-25 minuta. Po ajo do bëhet derisa të mbarojmë ne. Edhe ndërkohë derisa të vim në orën 13 në fund të programit, ne do të shijojmë prapë akullora, atë akulloren me nuk e di çfarë shije keni vendosur aty? Tani kemi marr jogurtin. Jogurtin. Më pëlqen edhe jogurti. Do mbarojmë mirë këtë që kemi me qumësh me ar kokosi dhe më pas do të kalojmë tek jogurti. Mirë, shkon linja për Antonetën tani për të vijuar bisedën me Alban Muçën.